Për rreth 60 ditë me radhë, bulevardi Epidamni Durrësit do të jetë dedikuar vetëm për këmbësorët gjatë orëve të mbrëmjes. Sikur se bën me dije Bashkia, nga 1 korriku deri me 31 gusht, aksi kryesor i qytetit do të mbyllet për qarkullimin e automjeteve çdo ditë nga ora 19:00 deri në orën 23:00. Sipas Bashkisë, kjo masë synon të krijojë një mjedis më të sigurt dhe më të këndshëm për qytetarët dhe vizitorët gjatë sezonit veror. Për të lehtësuar qarkullimin, do të zbatohen ndryshime në disa akse rrugore, si rruga Karl Topia dhe Gjergj Komnino, do të funksionojë me një sens lëvizje drejt Vilës së Zogut, ndërsa rrugët Telaçela dhe 11 dëshmorët e Stanit do të jetë me një sens lëvizje drejt Mauzoleumit të Dëshmorëve. Gjithashtu nga ora 19 deri në 23 do të ndalohet parkimi i automjeteve në rrugën Anastas Dursaku, në segmentin nga Kisha Ortodokse deri në shkollën Gjergj Kastrioti, si dhe në rrugët Karl Topia, Gjergj Komnino dhe Hysen Matlia.